këto ditë, menja jon edhe zemra jon ka qenë me shoqen tonë dashur Daorsa Spahien, që ka qenë studente perfekte, ka qenë person i dashur, ka qenë person që u rrit në dashni, u rrit në luks, në mirëqenien e familjes, deri kur ajo ndroi jetë vetëm fa një personit vetëm, e ky person është Hevzi Sejdeu. Hevzi Sejdeu që në Maqedoni vetëse njihet si kriminal, që vjen për një familje kriminale, vendosi që edhe pse i pat 3 fëmijë e një gru, mu përfshin jetën e Daorsës, mos mi informu që ka gru e fëmijë, mu njoftu me familjen e Daorsës, mi lajmëru familjen e vet që e dëm Daorsën, edhe pse ka gru, edhe më shefen këtë fakt për Daorsës, deri në momentin kur u zbulua vërteta, edhe në ato momente ai shfaqi fytyrën e vërtet. Një familje e njohur për krime në Maqedoni, që për shembull Bajros Sejdeu në këtë video, fotografi, vetë se shihet të konsumu kokain. Djali, Hevzi Sejdeu, vetë se i lirun për Maqedonisë disa muaj më parë për trafikun e vjetra armëve, u dërgu vetëm në para burgim, edhe u liru mas 30 ditëve për një sasi armëve që duhet me qëndru në burg me vjeta. Kur organet ligjzbatuse dështojnë, gjithmonë e keq janë njek, edhe në këtë rast e pat fatin shoqja jon e dashur, fatin e keq, qose ky person shkon në burg për armët e veta, ku asnjëni problem nuk i ndodh kurr. Kur nuk ishte marrë në këtë situatë, po kur sistemi i drejtësisë i Maqedonisë dështon, na i vujnë pasojat si shoqëri. Daorsa pat jetën përpara. Daorsa me datën 13 nëntor ka pas me diplomu, dhe sot nuk diplomon vetëm për shkak se një kriminal që ka gënjur vazhdimisht, që nuk i ka tregu që ka të dashur, që ka familje, ka partnere, ka fëmijë, ju ka përfshin jetën e vet, edhe kur u marrë vesh e vërteta, ai ka kërcënu, e ka shantazhu, ja ka rëmby dokumentacionin, edhe e ka kërcënu gjithmonë që ti nuk e ki zgjidhje me shku te familja jote, nuk e ki zgjidhje me fol me njerëz tjerë, nuk ki zgjidhje me ik asë stacionin e policisë, për shkak se nuk ka rëndësi se ti ku shkon, qofse ti mu nuk më përgjigjesh, unë të garantoj ty që ki më ndru jetë. Edhe kjo ka vazhdu me vitet tona. Edhe personi në fjalë, Hevzi Sejdeu, kriminal, vetëse i njohur, qofse organet ligjzbatuse e kishin kry punën e vet, ky rast nuk ishte ndodhur më kurr. E tashti na duam me vujt, duam me pas shoqen tonë dashur, pjesë shoqërisë. Qysh ka mundësi që këta